botë parjet e sociale, sa nga ata që quhen fightera do kishin të njëjtin reputacion? Ka shumë pak luftëtarë të cilët punojnë në heshtje dhe përkushtohen shumë të puna atyre, por siç është edhe koha sot, fama mbi të gjitha, një luftëtar sa do i Zoti të jetë, nëse nuk ka famë, nëse nuk njihet, ose ta ndjekin njerëzit, qoftë për buj, qoftë për shërbitje, qoftë për skandale, nuk ka interes ndeshja dhe do jetë gjithmonë në shifra të vogla. Pra rrjetet sociale kryen një punë shumë të rëndësishme në këtë biznes, në këtë disiplinë, që të bësh një luftë të madhe, po shikojmë luftëtarët më të mëdhenj të botës, gjëja e parë që kërkojnë janë shifrat, sa shifra do shiten, sa shikime do marri dhe sa njerëz kanë kurreshtje për këtë gjë. Pra, rrjetet sociale do të jenë diçka shumë thelbësore në karrierën e çdo luftëtari. Për shembull, kemi ne sportistat tanë që janë nga 10 vjeç, 12 vjeç dhe kanë arritur një lloj fame, le ta themi botërore, që marrin komente nga Rusia, Amerika, ndërsa ka kampiona që janë në prime, në kulm të karrierës dhe nuk po i njohim ne, shteti jon, imagjino të dalim përtej Ballkanit, Europës, botës, pra rrjetet sociale, marketingu luan rol të rëndësishëm në këtë kohë që jemi. Po sinqerisht, apo stërviten sot njerëzit për disiplinë apo vetëm për imazh? Po, kjo është pyetja më e drejtë për këtë temë. Njerëzit duhet stërviten përtej kamerave, duhet stërviten përtej syrit të publikut. Kjo rrugë ka shumë vështirësi, ti duhet i kalosh të gjitha këto, sepse neve, siç kemi thënë në fillim, shohim vetëm humbje fitore apo barazim, nuk i shikojmë parapaskena se si kemi arritur deri në këtë moment që jemi këtu. Dhe ajo shikohet kur ti arrin nivelet botërore, që ndeshesh me luftëtarët më të mëdhenj të botës, a je i aftë ose je i denjë për atë kategori. Okej.